çka duhet të bëjë shteti për të minimizuar këto raste? Në parim, shteti duhet të jetë garantuesi i rendit të sigurisë publike dhe si bëhet kjo, natyrisht duke lënë që të mbajnë armë vetëm organet e specializuara dhe të akredituara për një gjë të tillë. Çdo armë në duart qytetarëve është në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me legjislacionin pozitiv të vendit dhe është e dënueshme. Dhe në këtë kontekst shteti duhet që të eliminojë këtë armë. Por sa po ja arrin, kjo është diskutabile. Ka pasur përpjekje të vazhdueshme përmes disa amnestive, por që nuk kanë rezultuar suksesshëm. Në aspektin tjetër, shteti çdo vit rreth 1500 armë i konfiskon, por po shihet si e pamjaftueshme për ta vënë situatën nën kontroll, sepse në ne numri është i madh i armëve që llogaritet të jetë në duart qytetarëve, dhe në dy nuk ka arritur asnjëherë që të ndalet kontrabanda e hyrjes së armëve të reja ilegale. Pra, hyrja e mënyrë kontrabande e armëve të reja dhe moszvoglimi i stokut, po e quaj kështu, të armëve nga lufta apo mënyra tjera të cilet kanë hyrë Kosovë, është në disproporcion të madh me pritjet për një siguri relative, po them, në aspektin më optimist mundshëm, sepse fatkeqësisht as që duhet të pretendojmë që mund të ketë në një të ardhme të afërt një kontroll absolut ndaj çdo armë pa leje, sepse kjo dukuri e armbajtjes është e shtrirë gjithandej i globit dhe fatkeqësisht është 100% e pakontrollueshme. Por nuk duhet kjo të pengojë shtetit që t'i mendoj alternativat që ta zvogëloj në masën sa është e mundshme përdorimi i armëve, përdorimi i pajisjes me armë ilegale, jo vetëm gjatë pas përfundimit të procedurës penale kur shpallen të fajshëm ata që posedojnë armë apo i përdorin armë apo tregtojnë dhe importojnë armë, por të ketë edhe fushata vetëdijsuese, të ketë edhe fushata amnisti të ndryshme për t'i shtyrë këta qytetarë që posedojnë armë pa leje që t'i dorëzojnë të njëjtat. Pra po e them, nuk është që nuk ka pasur përpjekje, por kanë rezultuar të pamjaftueshme. Prandaj sot duhet jo më vonë të analizohen, të merren shkas rastet e vrasjeve të fundit. Gruaja në Vushtri është e 59 e vrarë me radhë, është e papranueshme. 19 vjeçari i vrarë para 2 netësh është një djalosh që sapo do të kishte filluar jetën dhe ai më nuk është. Pra këto raste, këto fatkeqësi që nuk është dashur të ndodhin, spaku shteti duhet i merr si raste, si shtytje për të kriju grupe punuese, për të analizuar këto situata, për të analizuar burimin e problemit dhe për ta bërë një grup ndërministror punues, sepse nuk mjafton vetëm mekanizmat e sigurisë të merren me këtë gjë. Pra, duhet që dhe Ministria e Arsimit ndoshta t'i rishikojë kurrikulat e arsimit në kuptim të edukimit dhe njoftimit që nga cikli parafillor dhe që nga cikli i ulët i mesëm e me radhë që të edukohen për pasojat dhe dëmët që mund t'i shkaktojë një armë e paligjshme. Si ndaj atij që e bart, po ashtu ndaj të dëmtuarit në këtë rast. Prandaj nuk është e thjeshtë, është një kompleksitet veprimesh që duhet të ndërmerren, por nuk është e pamundshme. Dhe shteti për këtë është të sigurojë në radhë të parë jetën e qytetarit, pastaj pronën e kështu me radhë dhe sigurinë publike në fund. Janë një zinxhir faktorësh që ndikojnë në raste të tilla, megjithatë me që jeni edhe avokat, a mendoni